Kjo është dita e zbulimit. E vërteta e fshehtë e 4 shenjave ekspozohet në 17 tetor. A jeni ju i tradhtuari? Ndaloni gjithçka. Data 17 tetor nuk është një ditë e zakonshme. Është dita e së vërtetës, ku asgjë nuk mund të fshihet më. Në ndikimin e Merkurit, e vërteta e fshehtë e 4 shenjave do të ekspozohet publikisht, qoftë një tradhti, një gënjeshtër e madhe apo një borxh i pashlyer. Përgatituni, kjo mund të vijë si një mesazh i papritur, një postim viral apo një telefonat shokuese. Ju duhet të dini, a jeni ju tradhtari apo i tradhtuari? Zbuloni menjëherë, a jeni në listë dhe si ta mbroni veten nga kjo kthes dramatike. Binjakët. E vërteta e fshehtë që ekspozohet e ju lidhet me një gënjeshtër të vogël, por thelbësore në komunikim, në telefon, email apo mesazhe që i keni thënë një miku ose një antari të familjes. Ky zbulim do të dëmtojë reputacionin tuaj për një kohë të shkurtër. Këshilla mbrojtëse, ajo që duhet të bëni është të jeni totalisht transparent dhe të kërkoni falje para se e vërteta të dalë në mënyrë të deformuar. Mos u përpiqni ta fshihni më. Rreziku i madh është t'ju akuzojnë se keni tradhtuar besimin e një kolegu. Kujdes me çdo informacion që shkëmbeni online këtë ditë. Shigjetari. E vërteta e fshehtë që ekspozohet e ju lidhet me një aventurë romantike sekrete ose një borxh financiar që e keni fshehur nga partneri familja. Natyra juaj e lirë ju ka shtyrë të merrni një rrezik të madh. Këshilla mbrojtëse, duhet të ndërmerrni një bisedë të vështirë dhe të sinqertë me partnerin ose personin në fjalë, duke treguar të vërtetën para se ata ta zbulojnë vetë nëpërmjet një burimi të jashtëm. Nëse nuk veproni, e vërteta do t'ju akuzojë për tradhti. Ky zbulim do të ndodhë gjatë një bisede për udhëtime ose plane afatgjata. Virgjëresha. E vërteta e fshehtë që ekspozohet e ju lidhet me një defekt në punë ose një gabim të bërë në një projekt të madh që e keni fshehur. Perfeksionizmi juaj ju ka shtyrë të mos raportoni një problem, por ai do të dalë në sipërfaqe. Këshilla mbrojtëse, bëni një analizë të thellë të punës tuaj dhe raportojeni gabimin vullnetarisht te errori juaj, duke paraqitur një zgjidhje të menjëhershme. Kjo do t'ju shpëtojë nga akuzat për tradhti profesionale. Mos lejoni që njerëzit ju akuzojnë se keni tradhtuar besimin e kompanisë për shkak të dëshirës për të qenë perfekt. Daforja. E vërteta e fshehtë që ekspozohet e ju lidhet me një emocion të fshehur, një dëshirë të madhe ose një plan familjar që e keni mbajtur sekret nga njerëzit më të afërt. Kjo gjë nuk është domosdoshmërisht tradhti, por do të interpretohet si e tillë, pasi fshehja ka krijuar dyshime. Këshilla mbrojtëse, hapni zemrën tuaj dhe tregoni me sinqeritet se cilat janë nevojat tuaja emocionale dhe çfarë plani keni bërë. Mos e lejoni partnerin t'ju akuzojë se keni tradhtuar fëmijët apo familjen. Kjo ditë kërkon qartësi totale për të shpëtuar marrëdhënien kryesore. Nuk ka më vend për fshehtësi. Kjo është dita e zbulimit dhe ju duhet të jeni të përgatitur. E vërteta do të dalë dhe fati juaj do të varet nga reagimi juaj. Mos u fshihni, përballoni me të vërtetën dhe shpëtoni marrëdhëniet tuaja nga tradhtia. A jeni ju i pafajshmi apo fajtori? Reagimi juaj e përcakton fatin tuaj. Cili është sekreti që ju trem më shumë se do të zbulohet? Lini një koment më poshtë dhe shkruani një fjalë kyçe për ta nxjerrë këtë energji nga jeta juaj. Shpërndajeni këtë bombë. Ky paralajmërim është jetë shpëtues për çdo që ka nevojë për të vërtetën. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë zbulim të vërtetë.